është bërë shumë i mirë, byrek shumë i shpejt edhe shumë dimëror. Pa shpenzime, jo në i shpenzime madh, do hanë gjithë këto familjar me këtë. Të dashur ndjekës, sot do bëj petanikun e Korçës. Është gatim jo se po ja vjedh krahinës këtë recet, po më pëlqen, është dimër, gatim i shpejt. Unë kam bërë këtu 400 gram për një kuze kështu rrethonjë, goxha është sapura e sobës. E kam zinj në një tenxhere vetëm me ujë të ftohtë, jo ta mushësh plot, 2 gisht për mi grosh. I kam dhënë val rreth 3-14 minuta. E kam derdh ujin, e kam shplak groshën dhe e kam derdh në ujë të nxehtë, 1,5 kg ujë të nxehtë dhe kokrën e qepës të prej me feta të hodha se i jep shumë shije. Një lugë me vaj, jo shumë se zgërlaqet shumë, grosha duhet të duket kokra, jo të bëhet pelte, ja dhe e ka dhe qepën tek tuk. Edhe jo salc mrena dhe kryp sa jo forcohet edhe prish edhe shijen. Po duhet pak grosha, tjetë e plot, jo vetëm lang. Groshës tash do t'i hudh pak kryp, i kisha hudh mrena, po e ëmbëlton qepa dhe duhet pa tjetër t'i hudhim pak, se do ketë dhe longu, kështu që e krypi mjaft masë, nuk na bë. Do t'i hedh një lugë me miell misri, që mos bëhet balt, se kjo është recet që nuk ka vezë. Një lugë vetme, kush nuk e ka, le mos e bëj, mund t'i hedhi 3-4 kokra oriz, sa për ta përthith atë lagështin si që duhet, edhe kaq ishte procedura. Do e heq një gotë, se bëhet balt. Unë po përdor vetëm një palë peta, do t'i hedhim 1 filxhan çaj me ynyrë, edhe pak kryp. Longu do t'i hudh edhe pak nga ky speci pikant, e bë shumë të shijshëm në dimër, i pranon shumë këto. Bo mirë dhe për fytyn. Tash në fillim lyj një herë kuzen me vaj. Tash petën e vendos kështu si që. Të thame vetëm me ynyrë poshtë. Edhe një tjetër. Po s'kan mundësi edhe vajzat nuk i din, edhe janë të lodhsh me petat. Kurse kështu i bje shkurt. Tregu ka plot edhe të gjithë supermarketet. Tash mor dhe i lak me longun që pregatita. Andaj tha se s'duhet bëhet qull. Vërtoj me tjetër. Gjithmonë mas hedhjes petve, duhet ta spërkasim pak me longun e groshës. Duhet jetë aq i hodh longu i groshës, duhet jetë pak i lidh. Mos bëni shumë të trash, se shumë i ron. Është petë e plot dhe grosha bje pak si bombë në trup. Tash marr dhe i hedh grosh. E hudha vetëm mes. Ju mund të ndani në 2 pjesë. Më mirë me dorë. Tashti, sipër, do t'i hedh një kokër vegës. Ja, rreth 1 filxhan, po u hudh me qumësht, të ftohtë, e përzim bashkë. Do t'a pjekim me 200 gradë, jo të lim shumë të qullose, do e fusim direkt në furrë. Kujdes me anët, mos rrinë të forta, duke e pa me dorë, që shtypni. Tash i gati për në furrë. Ja, petaniku u poq, është bërë shumë i mirë, shumë i thjeshtë edhe shumë dimëror. Pa shpenzime, jo në i shpenzime madh, do hanë gjithë këto familjar me këtë, kështu që na bëft mirë.